si këta rrugaqet që janë tani. A është e vërtet që Enver Hoxha e ka shit Kosovën se shpeshar Pse është e vërtet? Jo. Jo. Enver Hoxha, ta them edhe fjalën e Enver Hoxha që ne kemi kapur incizimin. Kur vajti në Beograd, që e thriti Titua, Enver Hoxha ka vajtë civil. Kur u kthe ushtarak. Pse u kthe ushtarak? Titua i tha që të marrëm Shqipërinë si që mori Kosovën. Kurse Enveri ka thënë tekstualisht kështu. Tito, ti merr këtë duash, që nesër, po të më të gjosh një fjalë që do them, i tha Enveri, fol. Më mirë ku jemi tani, ti na ke në dorë për çdo gjë, por nëse Shqipëria dhe Kosova do jetë bashkë, ju nuk do ekzistoni shumë kohë, do ketë trubull, se shqiptarët nuk mund t'i sundojë njëri. Dhe Titua i dha gradën general, sepse Titua ishte shumë i kulturuar. Titua ka bërë të njëjtën me Stalin. Po praktikisht e paska fol Kosovën. E shpëtovi. A e shpëtoi as se fol? E shpëtovi Shqipërinë se donin edhe Shqipërinë. E Kosovën? Po Kosovën e morje, se ka dhënë Titua. Kosovën dikush e dha apo jo? Duhet t'i dinë njerëzit. Kush e dha Kosovën? Lufta e dytë botërore, Churchilli me Stalin e firmosin me të rënjë lapsi, Kosovën ta mirte Titua, Shqipërinë ta bënte kamp për qëndrimi. Nuk është ajo e vërtet. Kosovën e kishte Titua. Pse kapelat e bardha të Kosovës, të ballit kombëtar, që ka qenë balli kombëtar aty, Drenica e Tetove, kudo, se unë i di fare mirë punën. Ramiz Alia, me Sabri Goto, ka qenë Sabri Goto Toger. Ramiz Alia ka qenë i Serbit, i Miladin Popović e Dushanit, kur u mbushën trenat me kosovarë, me trimat që të vinin në Beograd, kur u hapën dyert e vagonave, gjetën vetëm kapelat. Këtë të mirë, do me thënë vrasjen, e ka fjallën në mënyrë, po e them, që nga Sabri Goto dhe nga Ramiz Alia. Po të pyet që një tropojan, mirëditor, Kuksian, Dibran, që më 46-ën, deri më 48-ën, janë vrarë shumë patriota në këtë vend, nga Sabri Goto. Po thu që ka mëkate edhe për masakrën e Tivarit? Sabri Goto. Me Ramiz Alin. Profesor, keni përmend me datën 13 qershor që do të ndodhë diçka e madhe, keni thonë që këta do të burgosen dhe ju do të jeni kryeministri i qeverisë teknike. Pse nuk ndodhi? Jo, ka ndodhur. Po ta shihni çfarë do them, ka ndodhur. Hajde. Kush i organizoi, siç e thash, që në New York. Unë kur i ka prektush, i ka ndeja 3 javë. S'kishte asnjë organizim. Organizuam Tetovën për herë të parë. Kam qenë 2 ditë. Në Tetovë, jo në publik. E organizuam studentët e Tetovës. Gjoja studentët e Tetovës donin që t'i bënin provimet në gjuhë shqipe. Jesh kështu? Po ati është Universiteti i Shqip. Çdo më thotë që ajo është, si i themin, e mahan. Po, e kam qartë. Që u ngritën studentët e Kosovës, që të shinin shqiptarët që ishën në gjumë. Sepse atje është palca e shqiptarizmin. Si që kam thënë më para, Maqedonia, Kosova, janë palcat e Malizi që kanë luftuar me sërbët me shekuj e me shekuj. Nuk ka luftuar Tirana, ka luftuar Kosova. Edhe Enver Hoxha nëse e mbani mend, që thoshte, që unë Enver Hoxhën ka pat armik, që më ka pushkatuar familjen, më ka izoluar. Po kur thoshte që ne Sazanat e Sazan, që thotë ky tashjes, këta rrugaqëria, e kemi hekur e Qelnik. Po kemi hekur e Qelnik Kosovën, po të vinë armit nga Kosova, apo do vinë nga deti. Se shqiptarët, ja si u mblodh. Pra, unë kalova ika nga Zyra, për 3 javë, resh, organizova në Amerikë, filluan në ngritë 3 qytetet, do me 3 shtetet e Amerikës, dual, fillova në Evropë që kemi ne tonë njerëz vërdal, dual edhe ata, a herë dual këtu studentët, ne i pregatisëm, por, Sali Berisha me Edi Ramën, i dërgovi njerëz dhe saj, që i patë edhe vete bilema i zotnia, mua vjen zor t'i zë në gojë këta njerëzit, se për mua është ullje. E ki fjallën për shpend goshin që kena pas? Erdhi edhe këty, dhe tha, ke jun, ne zotni, ne inqizojmë çdo televizor të Kosovës, çdo televizor të Maqedonisë, çdo televizor të Malit Zi, e të Shqipërisë,